Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Allahu na madhura falendrojmë vetëm për të ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdatat e bekimet të Allahut qofshin me Muhammedin alayhi salatu wassalam, me familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të ndërlozur jemi sot në ndajën takimin e radhës dhe do të vazhdojmë inshallah edhe sot me një përvojë të rëndësishme, një meditim të të rëndësishëm, të dobishëm që e ka regjistruar Ibn Qayyim rahimullah në librin e tij Al-Fawaid. Begatitë e Allahut ndaj njerit janë ndryshme. Mirë, begatia më e madhe që Allahu jep një robi është begatia e vlerësimit të begative. Nëse njëri ka mundësi me pas begati, po nuk din me vlerësu. Dhe nga, treguesit e mungesës së vlerësimit të begative është edhe mos radhitja e duhur e begative. Begatinë e madhe qëtë të voglat, të mëdhajat, edhe pse e vlerëson si begati, po fakti që nuk ja jep hapësirën e mjaftueshme është një lloj vlerësimi i begatisë. Prandaj kur Allahu xhallahu ala i hap njerit zemrën dhe e udhëzon që me ditë me vlerësu begatitë dhe me kërku gjithë më të mirën, që kjo është padyshim nga mirësitë më të mëdha që Allah jep robit vet. Për këtë arsye edhe Allahu xhallahu ala në Kur'an të ndërmjetëson shpesh herë ka përmendur se kjo është begati e Allahut, kjo është begati e Allahut. Kur flet për begatitë që u ka pejgamberëve. Dhe zakonisht Allahu kur përmend nga begatitë, zakonisht po flas me mundësinë e përjashtime padyshim, po zakonisht begatitë që Allahu i përmend janë begati që e afrojnë robën tek Allahu te barekutaala. Don begatia më e madhe është ajo që afron tek Allahu, edhe pse mund të jetë në përbërjen e saj e pakëndshme. Por të afron tek Allahu është begati. Dhe e kundërta mund të jetë diçka që në përbërjen e saj mund të jetë e këndshme, por në funksionin e saj mund të jetë dëmshme. Pra nuk shikohet begatia në përbërje, por shikohet në funksionin e saj dhe në rolin që e ka në jetë. Andaj shiko, nëse këtë e ke parasysh, domthon sa fillon me u zgjeru, domthon thellu dallimi dhe distanca mes një muslimani dhe të tjerëve. Një musliman i cili lexon përmes teksteve të Kuranit, sheh përmes syve të zemrës. Ai ndryshë i shëgjerat e njerëz tjerë i shohin ndryshe gjërat. Ai sa më i pajisur me dijen e shariatit, sa më i pajisur me udhëzimet e shpallës, njeriu fillon të shohë gjërat më ndryshe se ata që nuk janë të pajisur në në këtë nivel me dijen e shpallës dhe udhëzimet që me to ka pejgamberi alayhi salatu wasalam. Në anë të ndrozur nga, domthon, begatitë më të mëdha të Allahut azza në njerit është gjithashtu edhe Allahu te barekuhu teala me ia lehtësu rrugën deri te arritja e suksesit apo funksionimit të duhur të begative. Ai ka begati që ti dush me vlerësu dhe me e radhit ku duhet, por ka edhe mënyrë qysh pastaj e bën këtë begati funksionale dhe e bën në shërbimin tënd. E çka nën kupton të jetë begatia në shërbimin tënd? Nën kupton që çdo herë sa këtë begati e përdor apo e përmend, apo e njeh, apo e kujton, është një hap drejt afrimit me Allahun te barekutaala. Është një ngritje tek Zoti azza wa jall, është një mundësi për të fituar shpërblim. Dhe në këtë aspekt, këto dyja që i përmend të ndërozur, pjesa e parë begative dhe pjesa e dytë e funksionimit begative, domethënë nuk janë lehtë të arritshme, nuk janë lehtë to, nga se janë padyshim mirësi të mëdha dhe ka pengesa. Dhe për largimin e këtyre pengesave, Allahu xhallahu ala na ka dhënë dijen dhe ka kërkuar nga ne pastaj edhe veprimin e caktuar. Dija edhe veprimi i caktuar. Shpeshherë, mund ta kemi dijen si informat, por jo si lëvizje drejt veprimit. Dhe njerëzit pastaj pyeten, a thu vallë, e pse sa dersën e kena ndëgju, sa mësimet e kena marr, po prapë nuk po dim nështë me jetu si duhet, nuk po dina me organizu jetën si duhet, nuk po di me i vlerësu begatit sa duhet, nuk po dina me i funksionalizu begatit si duhet, e kështu me radhë, kjo hyrje që bëna krejt deri më tani, ishte veç një përpjekje për me lehtësu kuptimin e meditimit që e ka sjellë Ibn Qayyim rahimahullah.
Në kjo që përmena, ishte parathënje, që nuk është e shënuar të Ibn Qayyim rahimahullah, por përpjekje për me u lecu juve kuptimin asaj që e ka pranë pas Ibn Qayyim në vijim aftën. Pas Ibn Qayyim rahimahullah në këtë meditim përmen, do më thonë, 2 pengesa, apo në disa vende i ka përmen 3, këtu i ka përmen 3 pengesa, po ato mund të jenë 2 apo 3 së më rëndësi, por që janë baza e të gjitha pengesave në jetën tonë, që realisht të ato kthehet gjithmonë përgjigjen pyetjen e pse nuk po jena më mirë. E pse, do të thonë, nuk po funksionon dija që po e marrim. E pse sot dersi po ngohet, e pse filoni po vjen ders e çka po bën. E pse, shumë pse, unë konsideroj që përgjigja më adekuate dhe më e përmbledhur dhe më praktike është pikërisht në meditimin që e ka pranë Ibn Qayyim rahimahullah lidhur me këtë çështje. Prandaj, kjo nuk është thjesht meditim, por është një udhëzim praktik. Edhe pse padyshim në kuadrin që ka pranë Ibn Qayyim rahimahullah këtu në Fawaid, është ndoshta përmbledhje shumë e koncentruar e këtij meditimi. Përmbledhje shumë e koncentruar e këtij meditimi, që nuk kupton se ka një për trajtim shumë më të tolluar, shumë më të detajzuar, shumë se më tepër. Mirë, po mundom që ti përmbajmë tekstin Ibn Qayyim rahimahullah, edhe kësaj përmet të koncentruar që ti mbetemi besnik libet El Fawaid, mirë po normal, duke u shërbyer edhe me shërime ansore, të cilat me lenin Allahut e bëjnë këtë më të qartë. Këto pengesa nuk janë që nuk janë përmend dikun në përligjërata, mirë po kështu të përmbledhura dhe me këtë qasje mëne që e bën këtë trajtim sot pak më të veçantë. Ibn Qayyim rahimahullah thot arritja deri te qëllimi, që njëtë marin qëllim, dhe kjo është dhe për dunja, mirë po ne për në esens për arritjen tek Allahu xhallahu tek xheneti i tij dhe shpëlimi. Thot arritja tek suksesi, tek e synuara, tek qëllimi i kërkuar, thot pa dyshim se është i kushzuar me 2 gjëra kryesore. Thot e para është, thot Ibn Qayyim rahimahullah, domthon braktisja e zakoneve. Dhe e dyta është largimi i pengesave. Me një vend e ka përmend edhe këtu pa ka lodu, po ka detajzuar më tepër, dhe e treta edhe kputja e lidhjeve. Këtu janë 3 sene të ndërrozur. Kush arrin, domthon me i kuptu ç'është duhet dhe me i jetësuar në përshmëri rrugën ka me pas qel. Me lenin Allahut për të nuk ka pengesa dhe çdo dije informat që e merr do të jetë në shërbim të ngritjes edhe në aspektin praktik, po atë të përmirësimit të tij në përgjithësi. Nga se të ndërruzur, kur flasim na për përmirësimin, me kun më të mirë, më praktik, me qenë domthonë më në hap me dijen që e kemi, një shpërputhje në hapa mes dijes dhe praktikës normale është. Nuk mund të krejt çka ti din me praktikun, nga se ajo që din mund të jetë nga nafilet, mund të jetë nga punët e mira, e këtu pastaj është një det i pa breg, shumë gjëra është kjo punë. Mirë po flasim përgjithësi që të bëhet një shprehi e besimtarit që të ecë në hap me dijen, nuk është diçka e pamundshme. Njerëzit kanë bëu gjëra domthon jashtë toksore, jashtë imagjinare për të bërë këtë punë. Jo, janë përmbajtur rregulla të caktuara dhe potencialin e harxuar gabim kanë filluar me harxhu ku duhet. Dhe kaq, kush më tepër, se njëri ka potencial, njëri ka aftësi. Mirë po fatkeqësia është kur këtë potencial nuk din me menaxhu apo nuk din me orientu ku duhet. Ibn Qayyim me këtu zimin na mëson që domthonjë çysh duhet që potencialin që e kemi dhe mundsinë që Allah na ka jap ta orientojmë gjithmonë në favor të ngushtimit të distancës mes dijes dhe veprës. Dhe kështu të arrijmë tek qëllimet e synuara, që është kënaqësia e Allahut, ngritja shpirtërore, përmirësimi i zemrës dhe në fund edhe arritja në drejtë e larta në xhenet. Çka nuk kupton të ndërlozë praktikësia e zakoneve? Ibn Qayyim rahimullah thot se njerëzit ndërtojnë zakone në jetën e përditshme. Dhe aq janë të devotshëm në raport me këto zakone, saqë domthon i përmbahen më tepër se me qenë udhëzime fetare. Më tepër se me qenë udhëzime fetare. Madje thot edhe kurrë që këto adete i kundërshton, këto zakone domthon i refuzon, mund të ballafaqohet me ndoshta akuzat më të rënda, gjykimet më të rënda që
i pretendoj kush një në kësaj bote. Don aq i shenjtrojnë njerëz zakonet. Dhe këto zakone janë shumë tani të ndërlozur, që i kanë njerëz apo. Shpesh këto zakone janë edhe kushtëzime që njerëzit e kushtëzojnë jetën e tyre dhe përparimin, por që ky kurzim nuk ka bazë. Nuk ka domthon, nuk ka asnjë legitimitet përveç se njerëzit po thonë, përveç se çështu krejt janë apo. E kush arrin me dal nga kjo, domthon si më thon, lëvozhg e këtij zakoni, shë botën ke ndryshe apo. I shë punë ke ndryshe. Për shembull, këto zakone mund të jenë dhe janë të shpërndara në këtë jetën tonë. Edhe tek ushqimi, te pija, te veshmbathja, tek jeta, te puna, te gjumi e kështu me radhë. Për shembull, të ndërozë më shkujt e do pak më që janë më të buta. Mos më shkujt ato pak ndoshta më trona në zakone që ndoshta edhe janë, edhe kanë marrë edhe petkun fetar apo ato është përmendëm në pengesën e dytë. Për shembull, të ndërozë keni pa njerëzit domthon te puna e gjumit. Shpesh herë për shembull ik namazin natës, apo nuk e fal namazin natës se në bindjen e tij zakoni i gjumit është 5 orë me flet apo. Edhe ai mendon që nëse s'flan 5 orë, apo domthon realisht nesër komë koni dopt, komë koni lodh, çka zakon dikush më po hoj normal është trupi njëri. Jo, njerëzit i kanë thyer këto zakone dhe kanë flet më shumë më pak se kaq e kanë qenë më të këndellur se ata që kanë flet më shumë apo. A ndodhet ashtu? Ndodhet apo. A është kush për shembull njëri më flet 8 orë domosdoshmë, një do më flet mirë, do më flet më herët, normal me organizimin e tij. Mirë, po flas me kushtëzu jetën, me orë caktuara, edhe kur don me arrit diçka caktuar, nuk mund për shkak se orët e gjumit janë statike, nuk lëvizin. Më ka imre më thot, pa e braktisht zakon që s'ka rregull për këtë, s'ka ajet për këtë, s'ka ditë për këtë, nuk mund është përpara apo. Ose për shembull të ndërlozur, njerëzit për shembull kanë bë zakone të pashkruara, po janë pjesë përbërëse jetës së tyre. Shikoj për shembull sot çështja e telefonit apo. Pra çysh e trajtojnë njëri që s'ka fare rrjete sociale apo. Një çysh gjykojnë këtë njerëz. S'kam valla, s'kam as Facebook, Instagram, s'kam kurrë. Çysh e trajtojnë apo. Jo mirë, jo në hap me kohën, nërsa ai i ka mbyllë në gjitha këto për shkak se don me rujt veten nga rrëmbimi i kohës edhe organizimi i saj në forma tjera aftë. Për shembull, nuk po flas në kuptimin e më thon përcjelljes së zhvillimit caktuar, njëri ka nevojë në profil caktuar me profesionale, s'po flas për to. Po flas për shumicën e njerëzve njerëzve që i përdorin rrjetet sociale pikërisht veç për kurreshtje, veç për humbje kohe. Në epilogu përfundimtar i shfrytëzimit të rrjeteve sociale është zero, në kuptim të përfitimit. Madje dëmtimi është shumë më i madh edhe nëse ka dobi eventuale. Do këto na po e dimë. Ai ka mundsi për shembull i ka lënë 3 orë në domthon eksperim në këto rrjete apo në platforma të caktuara. Hajde po them kushtimisht i ngon 2 shputje që bën këtë 10 minuta. Edhe ngoni shputje po veç 10 minuta në raport me gjitha ato, ja ka vle, por u bë zakon. U bë zakon i njerëzve apo zakon njerëz me këto zakon njerëz me ngu këto zakon apo. Dhe këto zakone realisht bëhen pjesë përbërës së jetës. Diku njëri as domthon edhe me paramendu jetën pa to ka gjani një fart të mirë apo. Pa në për shembull më thon dikujt po shkojna 5 ditë në një vend, unë do të ketë program caktuar për kështu, s'ka internet apo. S'ka internet. Besoj që kom ju duk më e vështirë se më ju thon për shembull s'ka buk veç një ditë apo. Bravo. E bën kabull një ditë më ngër buk se e shtyp dysh bën atë gjysh, ama se bën kabull për më kon pa i kyçur me kon don jo i kyçur në rrjetin e internetit thon. Andaj këto janë gjëra që dëshmu ka dëshmi për to shumë jetën e përditshme. A dhe këtu janë bërë zakonet njerëz ato. Janë bërë zakonet njerëz ato. Pra ka njerëz që kanë fut zakone në jetë për shembull që kanë të bëjnë me disa them kështu për kujdesje për vetveten, por të tepruar dhe pa nevojshme deri në atë nivel. Për shembull me vrapu disa apo me shku në ushtrim apo se kjo është me mirëmbajtje. Sa hi apo?
Sahi. Po nëse për shembull që kjo të pengon për me shku në ders. Nëse që kjo për shembull të luhet për me lexu Kur'an apo sahi sholla ja gjej vënë ama këto se lëviz. Kjo është e palëvizshme. Kjo është e kurzuar me jetën e tij, edhe thjesht kjo nuk lëviz. E jashtë kësaj, jashtë këtij zakoni që kam, nëse gjoj në kup menaxheri çka bëj, ama këtë nuk e lëvizi. Unë që ka të rënjosur në jetën e tij, saqë ai më bë më hek, nuk di më rnu pa ta. Nuk di çka bëj gjithë ditën nëse shkoj këto, nëse ai çto kurzime të jetës që sot fatkeqësisht njëti kanë më të madhe dhe ka shumë shembuj. Me siguri edhe në kokë aty si në shembuj halal është më adekuat, më praktik se këto që po i përmend unë, po dua të them që ka zakone që fatkeqësisht janë pjesë e jetës tonë e që realisht të ndërrohet me një meditim, me një analizë më të thellë e kupton që realisht e kena kurzu veten dhe e kena pengu veten se kjo është pengesë nga disa gjëra madhore me disa gjëra që jeta funksionon shumë mirë dhe pa topën. Shumë mirë dhe pa topën. E kështu me radhë në shumë aspekte të jetës. Sigurisht për shembull edhe të ndërrohet në aspektin fetar. Njerëzit për shembull kanë kurzu afrimin tek Allahu Azza wa Jall, kanë kurzu për shembull fetarinë e tyre me gjëra që nuk kanë bazë. Nuk kanë bazë. Ose nuk e kanë çat nivel të rëndësisë fetarisht. Pa e ka bu kusht. Dhe ky kushtëzim është bë më shumë tash zakoni i tij që ai çështu mësu me shpreh fetarin se që realisht çështu ka argument ose që kjo fetari është e legjitimuar. Merret shumë sikurse e ka përmend domthon Ibn Qayyim nga shembujt e shumë qoftë domthon të praktikave të udhëhecëve, të umarave, thot për shembull praktikat e fukahave të caktuar, për shembull fiqihave të caktuar, deri në këtë nivel mund të kon zakoni dominues apo për shembull ose qoftë në praktikat e sufive ose praktikat e për shembull të devotshme të përgjithshëm që s'kan në nivel të caktuar të dijes, po janë asket, zuhat e kështu me radhë që kanë kushtëzuar që çështu ndërtohet njëri atë. Çështu pa këtë ndërtim nuk bëhet atë. Kur e shikon për shembull a bën pa çto, çuçi kanë ndërtuar pejgamberin sahabët, është që kjo realisht është e paqëndrueshme. Pa këto zakone të ndërtohen se njerëzit i ndërtojnë jetën e tyre, qoftë në dunjë, qoftë në fe, qoftë për ahiret, qoftë në punë, për shembull çfarë do kuptoj ato, janë shumë shembull nga përshmëria, thotë Ibn Qayyim rahimahullah, janë pengesë. E normal se ato marrin kohë, marrin fuqi, marrin energji, marrin vëmendje. Dhe nëse nuk e kemi këtë të koncentruar ku duhet, padyshim se ajo që na merr, ajo që nuk duhet, do të jetë në llogaritë asaj që duhet apo. Dhe kur thotë Ibn Qayyim rahimahullah të ndërlozur, ndoshta njerëzit që dojnë në ndërtimin e tyre fetar, mjaftohen me ndërtim të vrasht, veç mu duk që është shtëpi, po pa detale dhe pa ndërtim të mirë, për ta, ky ndërtim është i pakuptimt. Se është shumë i stërhollum, i detajzuar dhe i teprum. Për ata që dojnë me ndërtu shtëpinë e tyre të islamit, me gjitha finesët e saj të bukura, çdo finesë, çdo detaj për ta është i kushtueshëm. Andaj varësisht për ndërtimin që e don. Ibn Qayyim rahimahullah për njerëz që gjojnë ndërtim, domthonjë që krejt potenciali i tyre jetësor është në shërbim të këtij ndërtimi. Krejt. Ama ata që domthonjë janë duke ndërtuar një shtëpi, por se kanë më rëndësi, domthonjë pamjen e saj, se kanë më rëndësi ndoshta bukurinë e saj, se kanë më rëndësi krejt funksionimin e saj, por kanë më rëndësi të duket si shtëpi, nga se kanë tjera opsione, për ta padyshim që zakonet nuk janë gjithmonë problem. Nuk janë gjithmonë problem. Prandaj njëri ka zakon në jetën e vet personale dhe ka zakone familjare dhe ka zakone shoqërore. Gjitha këto nivele, domthonë njëri duhet të shikojë se ky zakon që unë jam i varur prej tij. Ky zakon që unë po e kurzoj me të jetën tëm, avancimin tëm, disponimin tëm, ka zakone që kurzon disponim, pa këto shkon mohabeti, pa këto shkon kia kështu me radhë për shembull. Realisht, a është në shërbim të qëllimit që ne po e kërkoj, apo është pengesë? Dhe të shosh vallaj shumë sane një që i ki jënë pengesë reale për arritje ku po dënë. Andaj nuk mund të shkuam, për shkak se vetë kanë lidh veten me ato gjëra të cilat nuk kanë ndonjë nuk kanë karakter lehtësues për avancim, nuk kanë karakter lehtësues për ngritje, por kanë karakter vështirësues dhe rëndues
për çdo tendencë të përmirësimit të zemrës dhe afrimit tek Allahu te barekuhu teala. Në këtë rast, gjithkush e ka në përgjegjësinë e tij që të hulumton në këto zakone që i ka, domthonë, në jetën e tij. Shikoni për shembull qoftë para se me flajt, apo dikush detën në gjumë ka telefonin në dorë atë për shembull. Pa të këshir. Do sa më thon për shembull sa nga aki zakon me flajt duke bu dhikr apo duke shkruar telefon. Aki zakon kët, çdo zakon e apo. Një zakon padyshim me ka e ka ngulfon në zakon tjetër apo. E po dikush hala po më çupi gjumit mirë, hala në shtrat. Ka përua që i dim edhe njerëzit flasin në ankohen, apo e sheh që si quhet hala mirë nuk u qen nga shtrati e kap telefonin apo. Mos ka thirr dikush, mos ka shku dikush elbet apo ndërsa cili ka qenë zakoni pejgamberit kur ju bëjmë mas pare apo. Ka kënu ajetin apo inna fi khalqi samawati meditimin te Allahu xhalla wala madhshi Allahu, do ti kur çosh e Allahu me ty, e bën Allahu me ty, çka bëhet zakoni joti apo dallon kur ti çosh dhe bën zakoni joti është amthiri dikush apo ashtu dikush apo çka ka ndodhur. Çto dallime. Mund të jetë po them kushtimisht jo çaq i rëndësishëm për neve, por për në kur çka praktik vazhdon për shembull apo thon 2000 ditë, 3000 ditë, 4000 ditë, që është njëjta, por sa është fillon duke u thënë dallime sa që në 4000 ditë e ka inë fi khalqi samawati wal ardi kurçot, ajetin edhe dikush e ka për shembull rrjetin ose WhatsApp-in ose kod çadot a ka shumë dikush. Tash sa ka mundësi më thellu dallimi në gjitha këto ditë, po dyshim se shumë të thellohet. Ai zakonet a është në përputhje me sunetin e pejgamberit, çka më rëndësi? Çfarë do të bëjmë? Zakonet çka? Edhe formalitetet thotë pejgamberi, rusum. Formalitetet. Ka shumë formalitete që njerëzit kanë jetën e tyre, e që fatkeqësisht janë formalitete që nuk i shërbejnë kujna. Nuk i shërbejnë përmirësimit të zemrës. Janë formalitete. Po njerëzit janë ndonë shumë pas atyre formaliteteve. Mund të jenë në jetën e përditshme tash të individit, të familja, e kështu me radhë. Sa ka formalitetet e ndonjëse që ka në jetën tonë, që fatkeqësisht e smujnë zemrën, e mushin hased, e mushin urrëtie. Për shkak se ti dhunshëm e bën atë formalitet për hata të tjerëve, apo nuk ka dashni apo. Dhe nëse ai formalitet të prodhon efektin e dashisë afërsisë, e ka efektin e kundërtë të kësaj. Prandaj këtë më kuptu se sa duhet njëri me e analizuar jetën e tij, me shiku mos kam, çapo duhet e kështu me radhë. E keni pa për shkakun për me e analizuar gjendjen e shëndetit apo don sa detaje duhen apo. Bëni këto analiza, ti bin 50 sana apo bëna këta apo shumë sana, ka duhet apo ndoshta më shumë se 50, 100 sa kategori atje duhet më bëu kjo në detaje për ditë saktësisht injizime kështu më radh për me ditë një smundje trupi që ki apo për mëna. Po sa kemi zakone që në baza të vazhdueshme e smujnë zemrën, e lodhin zemrën, e ngarkojnë për çka Allah s'e ka kriju. Andaj njëherë më kon i kujdesshëm të ndërvozë nga se realisht këto zakone po na ngulfatin vazhdimsi apo. Zakone po na rrëmbejnë vëmendjen, kohën, potencialin, energjinë e pastaj nuk po kemi, domthonë padyshim kapacitete që me vazhdu tutje. Ibn Qayyim rahimullah të ndërvozë dhe dietar të tjerë kur kanë folur për sunetet e pejgamberit gjatë ditës, sa ka sunete gjatë ditës që bën besimtarë apo. Unë kam përmend me qindra apo. Nëse ti shikon sa sunete i zbaton gjatë ditës, si pasuesi sunetet, do të thonë dalin pak apo. Sunetet e namazit, sunetet e kësaj. Sa ka sunetet pejgamberit që ka bëu. Bele ka libra që dietarët kanë shkruar kanë thonë sunetet e harruara. Në kurs si bën në harru, i ka bëu ditë për pejgamberin apo në harru këta apo. Janë zavazuar me zakone tjera, e që padyshim janë pengesë për tu ngritë tek Allahu azza. Dhe kur do dikush atë zakon me largu thotë Ibn Qayyim rahimullah, dhe në vend të ti me kthy sunetin e zakonshëm të pejgamberit luftohet, akuzohet, dëbohet, kështu me radhë, për shkak se po do më ndru zakon që njerëzit e kanë kushtëzuar jetën dhe disponimin dhe ndrimin përmes atij të tij zakoni ato. Gjithashtu pastaj thotë Ibn Qayyim rahimullah, mas braktisjes së zakoneve, domthon vjen edhe ajo që sikur se thash mund të jetë një kategori me dy ndarje apo mund të jenë ndarje të veçanta mes vetes prish puna apo. Thot qat'ul alaiq. Me kput lidhjet apo. Me çka me kput lidhjet apo. Këto të ndërlozën Ibn Qayyim kryesisht synon çështën e zemrës apo. Se zemra lidhet me gjëra
caktuara në jetë që nuk e paramendon për shembull suksesin, arritjen e kështu me radhë pa funksionimin e tyre. Dhe këtu kryesisht muna me fokusu te çështjet e sebepeve ato. Gjithmonë të vëllezër njerëzit kanë pas gjatë historisë problem me sebepe, gjithë. Për ta kanë ardhur pejgambert kryesisht për çështjen e rregullimit të sebepeve. Dikush ka mos Muhamedi çush asionar pejgamber për çështjen e qëllimeve, sahi, qëllimet e mëdha po, jo pejgamber. Mirë po, çka ka pengu funksionimin edhe synimin e qëllimeve, sebepet, qasja gabuar e sebepeve. Kryesisht njerëz kur kanë bërë shirk për shembull. Shirkun e kanë pas qëllim, e kanë pas mjet. Kanë pas mjet. Qëllimi kon Zoti xhallahu ala, li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Që ata të na afrojnë tek Allahu azza wa jalla. Çfarë ka thënë Kurajsh? Pa këtë popull që këto kanë pas, të ndërvozur. Kryesisht, me dallime të caktuara, po kryesisht qëllimi ka qenë me adhurun një Zot, një fuqi jashtë taneve që është, apo që ashtu. Ta dikush që ka dhënë natyrë, dikush që ka dhënë ndryshe, s'ka më rëndësi, po e këto që kanë bërë për udhë, që kanë adhuru, kanë qenë mjete për mu afru tek Zoti i tyre, ose në formë të qurbanave, ose në formë të ndërmjetësimit, mjeteve të caktuara, po ka qenë më tepër e natyrës së mjeteve. Dhe njëri edhe sot vëllezër, do të shohim që kryesisht problemi i shumë njerëzve sot është në sferën e sebepeve. Sebepeve. Për shembull, të na me marr jetën tonë për të ndërtuar. Sa njerëz për shembull nuk kanë problem me besimin në Allahun azza xal. Madje as me obligimet në kuptimin e pranimit. Pse nuk e zbaton? Për shkak se mendon dhe ka frikë se zbatimin i urdhit të Allahut azza xal apo e ndërpren ja kput një sebeb që ai e konsideron me rëndësi për jetën e vet. Çu për shembull i famës, i pozitës, i pasurisë apo çka do të qoftë. Për shembull me ditë njerëz se kështu po them për shembull, që njerëz që kanë pozitë, që falja 5 kohët namazit, absolutisht hiç në asnjë aspekt nuk e rrezikon, as nuk e pakson pozitën, por fuqizon. A kishën pas për namazin? Më në që ju afton. Po ata konzrojnë se lënia namazit të ata nuk e ka rëndësin që shduhet, është një sebeb që mundën me rujtë pozitën. Është një keq kuptim i sebepit duke e minimizu si forcë e ndikimin njën dhe përdeshma. Përndaj, njeri lidhët ose gabimesh me sebepin, ose shkëputet gabimesh nga sebepi. Gjitha këto janë probleme në jetën e përdeshme të njerëzove. Që ka përshamu sa të ndërvëllëzër. Unë të arë gjithë njërë ka pasme me sebepin. Po konzoj që jeta jonë, koha jonë sot, veçan të besimtarët, na kemi krizë të madhe në raport me sebepet. Do të shumë mi kuptu mirë sebepet, se ka keq kuptim të hatashëm të sebepet. Ose në distancim nga sebepet e kërkuara, ose në glorifikim të sebepeve që janë të lijuara. E kuptut? Ka sebepet të kërkuara, ne në distancë me tyne. Dhe ka sebepet të lijuara, po ne i rrisim ato. Po halal është kjo, sahi, po jo me qëtë hapsir, jo me qëtë madhësi, jo me qëtë ndikim. Prandaj, kur glorifikon sebepet, kush dëmëtot mas pari? Zamra, për shkak se sebepi i glorifikuar, i rritur, i stërmadhuar, dhe prezenca e tij në jetën tonë, mas pari e dëmëton dashnin. Pse? Se njerëzit fillojnë me dasht sebepin, madje dena atë mas që shduhet Allahu te barë këtarë. Edhe që shduhet Allahu azogjelë. Andaj, që shduhet Allahu azogjelë, i të berre e ledhinit të biu, minë e ledhinit të beu. Kur të distancon, ose praksa, u e minë e nasi, kapi njerëzve, me një të këtë mindun le endadin, që marrin pos Allahut, gjallewala, pos Allahut, as të të mohin Allah, pos Allahut, në sebepet, endadin, zotë në tjerë, ju hibbunahum ke hubbillah, i dojnë qysh e dojnë Allahun, për na, këta në shirk, këta realisht, nuk kam besu në Allahun gjallewala, ju kam met natyrshëm dashnia për Allahun, por pa natyrshëm është një dashnia për sebepin, apo kuptoni? Natyrshëm e dojnë Allahun, normalisht atë Allahun nuk e urrejnë, natyrshëm njëri Allahun nuk e urrejnë, natyrshëm. Problemi nuk është e dashnia për Allahun natyrshëm, por e dashnia pa natyrshëm e sebepe vëtën. Që të Allah thotë, ju hibbunum ke hubbillah.
e dojnë sebepin, e dojnë ndërmjetësimin, çysh e dojnë Allahun te barekutaala. Do dashnit para tërshme. Ju lidh me ta. Dhe kjo është zakoni i tyre që ata e kanë paramenuar sikurse këtë tek pika e parë se nuk ka mundësi me lut Allahun pa këtë Allah. Ti më he këta çysh me Allahun drejt. Smojnë kështu. Dhe shikoni për tek fetë të tjera për prezenca e ndërmjetësuesit është e domosdoshme, është palca kurrizore e besimit. Nëse thëje që palca kurrizore, këtë besimin bjerë ato. Këtë besimin bjerë ato. Ramu sikurse e kemi tek krishterët çështën e flijimit ato për shembull. Nëse bie flijimi, bie këtë besimi. Shëndran apo. Flijimi i djalit të Zotit për mëkatet e njerëzve për shembull. Është besimi i kurzuar me sebeb që tek fundit ardha e Isait, sipas edhe tyne, Jezusit apo është sebeb për falje. O çështot që Zoti të na fal. Në Zoti qëllimi, ky është sebebi, o çështot. Po ky sebeb për falje, përkundër shumë domon diskutimeve rreth realitetit apo, po vras vetë si sebeb. Si sebeb. Nëse ky sebeb bjen, a bjen qëllimi ta? Bjen të rrozë, për shkak se domon ti ki me kon gjithë mëkatar. Çka do që të bësh, nga se e ke trashëguar mëkatin nga Ademi alayhis salam. As ti e ke çave që gjëna kur qysh, për atë se me flimin e birit Zotit për faljen e gjunave të njerëzve. A kuptot? Në kë glorifikim i sebebit deri në këtë nivel është bë pas kurizori besimit apo. Pa të funksionon apo. Edhe të tjerë këtu më radh. Prandaj shikoni zakoni dhe vet tani sjell lidhjen. Zakonet sjellin lidhjen e zemrës me zakonin. Prandaj njëri duhet me largu zakonet e në qoftë se janë kriju lidhje të zemrës me zakonin, duhet të më kput lidhet apo. Duhet më kput lidhet apo. Ose për shembull të çështja e sebebit që thoshte në kohën tonë, për shembull rritja e mundësive të shumë të njëjtë përditshme, njeriu nuk ka kapot më të afërt me Allahun xhallahu, po e ka bërë më arrogant me Allahun te barekutaala. Për shembull, njerëzit kur tash Allahu ja ka mundsu që ti shfrytëzon sebebet që Allahu i ka caktuar dhe Allahu i ka kriju për udhtim, për zhvillim, për ndërtim, për gjitha këto, janë këto sebebe që njeriu realisht e din se janë mjete për diçka tjetër, glorifimi i tyre e ka pavarësuar njërin nga Allahu te barekutaala. Dhe sot për shembull, edhe te besimtarët është dobësu tevekuli apo. Edhe është rrit lidhje me sebebet apo. Prandaj shpeshherë më shumë flasim për sebepet se për tevekulin apo. Sebepet janë pjesë e gjymtyrëve, ndërsa muhabeti i zemrës është tevekuli. Po, zemra s'ka të bëjë me sebepet. Zemra njërit mbrana nuk ka bëjë me sebepet. Aja s'mirë me sebepet hiç, as nuk guxon më marrë me sebepet apo. Me sebepet mirët kush? Mirët njëri jashtë me dorën e tij, merr i bën flet goja e tij, i thotë ti jam ushma, këto janë të jashtme, se vetë. Zemra dhe met e lidhen me Allahun azh. Po për shkak të dominimit të sebepeve në jetën e njerëzve, fatkeqësisht depërtimi i sebepeve ka shkuar te zemra. Edhe u lidh zemra me tapën. Prandaj ti do më bëu tevekul Allahu xhallahu, po s'është që s'po funksionon, për shkak se tevekuli nuk funksion e menja të sebepeve. Tevekuli nuk funksion e menja të sebepi. Prandaj të ndërkohë ka edhe na jemi në një gjendje se pika por me pika dy në që lidhen, ka edhe që për shkak të dominimit të madh të zakoneve dhe lidhjeve të fuqishme me sebepe, na nganjëherë për shembull situata të caktuara që i përshuan njerëzit që kanë kalu këtë bregore, na duken imagjinare. A kupton? Don ti tash i prangosur me lidhje dhe i zhytën zakonet të caktuara, kur dikush flet për një gjendje që ai po njihet, mbas jo shrupi këtu ne thosh, ja Allah, kjo s'është njerëzore. Apo çaq jena mishru me këto sana, saqë janë bën normale. Janë bën domosdoshme. Çto të më ka çto problemi? Kur ti bën çaq domon çaq i faktorizon, çaq i bën domosdoshme, saqë nuk paramendon se dikush pa të mundet. Sa s'mund valla. Andaj ka qenë pisereve shumë bëjë. Amr ibn Qais rahimullah. I kanë thonë, kur të falësh, atë përzihet nefsin e herë, po vazhdim kjo temë më madhe, kur të falësh, atë përzihet nefsi, ka thonë me mpret copa, është më lehtë se më përzi nefsin. Unë që ko larg nefsin, kur të falë, të thonë. Parmenabë, të thonë, ja,
Unë çufmoni, po da. Aftën ti në zakonet e tua, në zhurmën e dunjos, ku vjen tu gut në xhamia, vjen me 100 strese, Allahu Akbar, normal aftën. Për shkak se ti e ke turbullu gjendjen tonë. Nuk është ajo tash e mundshme që me një tekbir, Allahu Akbar, këtë mu qetësuan mu. Jo. Pa ai nështë 10 orë përgatit për namaz aftën. Qyr, po da. Ai nështë 5 orë përgatit për dhikr të akşamit aftën. Kam përmend Allah, kam meditu ka bëu, thonë, desha zama përgatit. Eko përgatit, ka nisë tani. Bismillahilladzi la yadurru ma abdan. Ama na o vakti, tu gra kiret, çuku jini ki, e udhë bi kelimat le tamam. S'kan. Ai me kry, duhet me kry, s'ki çfarë pa kry, elhamdulillah me kry. Ama me pas ndikim edhe fokus fuqishëm që zemra me u lidh me ato që thosh Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama. Me emrin Allah që nuk të bën dëm kurrë. Edhe nëse bëjnë aleancë qielli tokë kundër teje, s'kan më bë dëm me emrin të Allahut. Ka gjë është problem që kjo një jetë apo. Unë besoj që është problem një jetë që kjo. Çështë më thonë njëri Bismillah, thon krejt bënu bash tash apo. Me gjinë me njerë, këtë që doni bëni? Që doni bëni? Problem është apo. Ose më thonë a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Do kërkoj mbrojtjen e Allahut me fjalët e tij të plota që morën nga gjithçka e keq që Allahu ka krijuar, apo e mo tash le rahat apo. Ka sebebe, i kalon Allahu sebepet. Mirë po, kur ti i glorifikon sebepet, ose përdor sebepet që s'janë pejgamberë som zakone tjera, do më që zemra ka tjetër gjendje apo. Edhe tani ka pengesa normal, se këto pengesa ne kemi shkaktuar apo. Ne kemi vendosur. Nëse Allah ka qenë rrugën apo. Rrugat e të Allahut është qel. I po na kanë vendosur pengesa nga zakonet tona, nga lidhjet tona, që pastaj e pengojnë ngritjen tonë, e pengojnë koncentrimin, e pengojnë këtë, e pengojnë atë. Dhe është normal. Të ndërlozur. Njeri për shembull, a keni pa fetarisht nëse është i uritur, apo han buk tani fal namaz. Që mos ta fut veten sprov mes mendimit për ushimin dhe koncentrimin për namazin. Ku e vëllai këtë? Tani, do zbrazu nga gjithçka që ka mundësi me qenë pengesë. Ç'kjo është ideja? Tash s'po thonë se ka mundësi në çdo situatë, po le të jetë kjo përpjekje jote e vazhdueshme. Për çdo ibadet përgatitur në mënyrë të veçantë. Për çdo ibadet shkputi të gjitha lidhjet që të pengojnë me këtë ibadet. Nuk mundem për shembull të ndërvozë adhurimet e zemrës, sikurse është për shembull çështja e sinqeritetit apo ikhlasi. E më fol për ikhlasin, apo më fol për ikhlasin, ndërsa të ekspozuar nga gjitha anët me publikime me se. Problemi është kjo vëllai, dëshminal do. Pastaj më fol për ikhlasin. Na ku vjen për shembull për Ibn Qayyim rahimahullah thotë që nga pengesat nga lidhjet, po domethënë lidhjet sa është vërtet pengesa që do flasim për to, po edhe kjo ka lidhje me pengesën, nga se zakonet, lidhjet dhe pengesat, barierat, apo do ta shëroj dallimin mes dy të fundit, është çështë për më sebepet që janë edhe në nivelin e shirkut apo. Shirku të ndërlozur nuk ka veç idhull i skulpturave, veç idhull i për shembull i drunit e i gurit, nuk ka kështu apo. A mund me kon idhull nefsi njerit apo? A mund me kon idhull njeri me adhuru veten me të Allahut azhël. A mundet? Po çush javë, çush. Veçanërisht për shembull të ndërlozur në kohën tonë që njeri inspirohet edhe e ushtrojnë që ai, domethënë, krejt famën dhe krejt domethënë atë që ka arrit në jetën e vet, me akry vetë. Fillim mësojnë me disa, edhe aty në dhikër, po dhikër i shejtanit apo. Se shejtani ka dhikën e vet, edhe mësimtar me Allah ka dhikën e vet. Ti është dhikri i shejtanit vazhdon të ruan, po thuaj që unë muj, pa Allahun azh. Se për mëna don kur unë muj, ti mundesh, ti ja bën, do glorifikoj veten tonë apo. Ose që shka dhe liba, shpërtheje gigantin brenda vetes tonë apo. Ti je një gigant që mush me arrit apo, pa pengesa, pa fare pa u mbështet në Allah dhe fare pa caktim se ti ja del. Kjo nuk është shirka? Nëse çështë njëri e rrit vetveten, e faktorizon vetveten, se unë muj, unë ja dal me forcën e mia, me potencialin tim, po fare pa u lidh me Allahun xhallahu, fare pa menduar tek caktimi i Allahut xhallahu ala, don edhe sfidë që e than dhe kërkohet me e thyrë edhe besimin e Allahut xhallahu ala, a nuk është shirka?
Ma në disa raste, ata e kanë besimin pengesë për sukses. Nga se besimi të kufizan, besimi të bën që ti me konë, domthon i paf në razime që me tua. Pse? Pse besimi se më konë i dab, Zoti është i fortë. Ti i fortë, ti mundesh apo? Prandaj këto këto probleme që njëri bashkëkor i ka lidh vetëm me topën. E ka lidh vetëm me topën. Ose për shembull, forca e mendimit. Qysh mendon që ashtu ndodh apo? Andaj orientoje mendimin drejt një qëllimi të caktuar dhe forcoje këtë mendim dhe fokuson këtë mendim ose më kurrë ndryshe, kemi arritur. Pastaj besojmë se edhe realisht mendimi, shprehjet e caktuara janë lloj kode që me to pastaj lidhen me energjinë e kosmosit apo. Edhe pastaj këto mundsojnë që të bëjnë ndryshime në favor të qëllimit të tyre apo. A nuk ka çka shirka? Kjo shirkë i paganëve të kaluam. Mirë, po normalisht i prezantuar në forma shumë më të zbukuruara, shumë më të hijeshuara, kështu më radh, që realisht me to sot promovohet suksesi i njerit bashkëkor apo. Qysh ka arrit të menu veç mirë, ku më arritëm. Qysh e kam ja potencialin nga vetja ime këtë. S'ka Zoti, s'ka këto kohë. A çka nuk është shirka? Çka është shirka vëllai? Çka është shirk? Nuk po them shirk për shkak se përmend. Apo, se në formulim njërim po them ka arsye, po shirk se asemena se beson, që kjo është shirku? Shirku i brendshëm, ai nuk e beson hiç se i ka nimu Allahu, vetja ku bo këtë punë. Me po me vetë e Zoti, ja, Zoti punë, unë e ku bo vetë, që shka thonë Karuna, unë e vetë e ku bo. Ai në surën Kaf që javë për realizëm, që ka më ka? Vetë Allah ku bo, bëqfarë, wale in rujitu ila rabbi, edhe se këthejmë të Zoti. Pa nëse ai s'ka besu, nëse ndon më këtë të Zoti që bënë për ta, o pat ka me më i forcë të tjetër. Shikoj çfarë arrogancë, asu ka çka sa shirka? Shirk është. Pa da e ka pranuar në fund, ja letin e mushrik bi rabbi, ahada. Sikur s'ka më bëu shirk. E ka pranuar vetë që ka bëu shirk. E ka pranuar se ai ka bëu Allahu shok në adorim. Domthonë me çastin e tij ka shi sukses dhe begative që ai ka gëzuar. Dhe lidhja e njerit me zemrën, lidhja e zemrës sot me shumë sebepe. Madje me vetveten, duke tentuar që përmes lidhjes me vetveten të pavarësohet nga Allahu te barekutaala, nga format më të rrezikshme të shirkut, që është pengesë për me ecë tutje edhe me u zhvilluar. Prandaj edhe s'po them që te musliman deri në nivel shirkut mund të kon, kushtimisht. Por deri në nivel të pengesës po, deri në nivel të pengesës po gjithsesi e pengon me ecë. E pengon me ecë. Prandaj njëri duhet asnjëherë mos me nga mendja e tij, domthon fakrin. Raport me Allah xhallahu ala. Raport me Allah ti i varfër. 1.500.000 sebebe me t'i pru para veti, ti thush la hawla wala quwwata illa billah. Një sigurisht kur 1.500.000 sebebe mungojnë. Njëjt. Kur gjë nuk ndikon sebebe më shumë, domthon raport me Allah xhallahu ala. Apo kuptoni? Nuk është e lehtë kjo të rrozë. S'ka zamën. Prandaj ka thonë dietarët në të kaluamën, ka thonë, çka i bën mulid me Allah xhallahu. Ka thonë kur je i sigurt një si në tokë, si në deti, njëjtë, jepë. Si me të qitë në deti, si me të lënë tokë. Ti një është i sigurt me Allah njëjtë. Frika e njerit pastaj, e jashtme, apo, si e natyrshme e ti, që e shpërfaq dopsin e ti, këtë që ka të tërë, dopsin e, apo, po njerit e në vëzër, asë nuk e shpërfaq frikën si dopsi, që me e përull për Allah, për shpërfaq frikën si natyrshme për te, apo që kërkon me plotësu si mangësi që ai prapë ka në avantazh ndaj besimit apo. Apo e kuptoni? Për shembull, njëri besimtar a ka frikë pe detit? Po normal, me po muçania ka frikë. Normal është. Po kjo frika e tij është pjesë e jashtme e zemrës. Nuk e cënon pjesën e brendshme të besimit në Allahun azza xal. Apo kuptoni? Domthonë unë kam frikë natyrshëm. Po kjo frikë natyrshëm, apo nuk më bën mu kur të sigurona me qenë më i fortë me Allahun se kur më kom në frikë. Jo, se veç mushrikët e Mekës edhe mushrikët e detit kanë bërë dallime të tilla. Ata kur kanë qenë deti, edhe drita nia, frika aty i ka bën më dop me Allahun azhel. O Zot nimona. Kur kanë dalë në breg, e kanë një vetë më të fortë me Allahun xhallahu sa të se kanë lutur. Në dallime mes kur je më i sigurt, edhe kur më i pa i sigurt, në raport me Allahun xhallahu ala është çështje e lidhjes së zemrës me sebebe të gabuara që mund të jetë edhe shirk apo. A është e qartë? Ai, çka është problemi që thotë Buhari rahimullah, kpo ti këto lidhje.
Po ti këto lidhe me Allahun te bareku teala. Mos u lidh me këto sana. Nga se këto gjëra të pengojnë për tek Allahu xhallahu. E ka shumë shembuj që është mund halama me po them kushtimisht me sqaru këtë çështje, por mendoj që me kaq edhe kjo është e mjaftueshme inshallah bendim. Dhe çështja e tretë që e pranon me Kaim rahimullah, thot edhe largimi i pengesave. Mirë, lidhja dhe pengesa, çfarë dallimi kanë ato? Lidhja dhe pengesa, çfarë dallimi kanë? Të ndërrohet lidhja e dyta që përmana, apo e ka kuptimin e pengesës së lëvizjes, i lidh së lëviz, apo. Ndërsa e treta e ka kuptimin e ngushtimit të hapësirës së lëvizjes. Apo kuptoni? Don ka njëra ti mundesh me ec, po vën se me bë gjan me ec lërshëm e ngushton fort. Tani me nxjec, apo. Andaj ne nganjëherë për shemb e ngushtojmë ato që është e gjon, ndërsa e zgjerim ato që është e ngushtë. Si pasojë deformimeve në kuptimin e gjërave dhe trajtimin e sebepeve. Ibn Kaim rahimullah kallzon don se çështjet apo rruga për tek Allahu xhallahu është e gjon, është e gjon. Mirë po, për shembull të shpeshherë nga pengesat tu Ibn Kaim rahimullah thotë janë 3. Këto janë edhe te e dyta edhe te e treta. Për shkak që thash, e dyta dhe treta karakteri është pengimi. Po disa pengojnë në lëvizje, don në qarkullim, disa pengojnë në hapësirë. Edhe pse padyshim e kanë të njëjtin rol ato. Shirku, që thotë Ibn Kaim rahimullah, të kufizon. Kush e zgjeron pamjen? Tauhidi. Shirku e ke pa njerëz që kufizon. Ose po këta nësë bënë kështu, zbën këtë disë bënë, të vidi gjëranë, të vidi e zërën kuptime. Pastaj, bidati. Bidati është kufizus, dhe suneti është qërus. Dhe e treta, thëtë me kajmë rëmëlla, dëmonë penges e madhë është mëkati, dërsa qëlirusi i hapsirave të lëviz është të uveja. Me të uve e qëlirën hapsir e lëvizës ka Allah o gjellë. Me mëkati e ngushtan. Prandaj këto janë 3 çështje që i ka pranuar Ibn Kaim rahimullah, se njëri nuk duhet me u liru prej tyne dhe duhet fuqishëm me i refuzu për me mujt me ngrit nalta. Mirë, në përmbledhjet të trijave mund të përmend edhe këtë dobi që e ka përmend Tërthorazi Ibn Kaim rahimullah, se ne i kuptojmë këto pengesa. Mirë po, a ka ndonjë trajtim të përmbledhur që na ndihmon në largimin dhe trajtimin e duhur të këtyre pengesave që lërshëm të lëvizim ka Allahu te bareku teala? Ka udhëzime çish me largu zakonet, ka udhëzime si mi kaput lidhjet, si mi largu pengesat, ka për këto. Mirë po, përmbledhja e tërë kësaj, sipas Ibn Kaimit rahimullah është domethënë kërkesat e nalta. Njeri kur ka kërkesat e nalta shumë, i ka ambicje të mëdha shumë, apo këto gjithat shpatallojnë. Mirë po, kur ambicje të vogla dhe qëllimet në kënd nalta, atëra zakonet të kufizojnë, lidhjet të pengojnë e kështu me radhë. Ai sa më nalt njeri e çon pazarin e tij, aq më fuqishëm i kaput lidhet apo. Prandaj të ndërlozë çish është për shembull fuqia e një nëne për me thyni derë, apo kur për shembull në rrugë një fëmijë i zakonshëm i kueshis ka problem, edhe kur fëmia i saj qanë se ka problem, a është njëjtë? Ja nuk ka njëjtë. A nëse s'mund më thy derën e thënë xhamin, do vullneti i saj për me dalë për shtëpis, te i kalon çdo pengesë që ka në rrugë. A që ashtu? Prandaj sa më tepër jemi të lidhur me qëllimin e lartë, aq më të parëndësishme dhe aq më pa ndikim janë pengesat. Sa më domon i zbat qëllimi i lartë, edhe ambit më të ulta, edhe pengesa më e vogël është domon e faktorizuar që më na ndalë. Për një thjesht gjysore gjë më shumë, për shembull sa fal namaz natë. Për një 20 minuta gjumë më tepër zënxaj më fal. Kam shkuar në punë ditë sot fal të thënë, apo ku të qesh dallimi mes kësaj e asaj 20 minuta. Për 20 minutë e humb sabahin me xhamat, kur sa apo xhamatit në sabah kur të shpisave. Po kur është total sa ka humb, kur gjë? 20 minuta do krejt apo. Ose tjera të kështu më radh. Ai
Që ka thonë njëri prej poetëve, domethënë një fjalë të njohur ka thonë idha kanat an-nufusu kibara taibat fi muradiha al-ajsam. Kur shpirti është i madh, lodhet trupi mbas tij na. Ama kur shpirti është i vogël, apo kur trupi është i vogël, domethënë lodhet shpirti mbas tij na. Kur shpirti është i madh, e njeh trupi. Se shpirti është mi trupin, trupi do të më njeh, lodhet, ama lodhet trupi. Prandaj ka pas nga srivet e ndërvëllëzër që i ka bërë 80 vjet. Në të smendim, s'po thomesh të para se le, po srep çdo dietar që ka kalu për para. Ka qenë aktive, ka qenë domosdoshmë çat dietës, ka thonë ka bërë 80 vjet, 85 vjet. I ka thonë unë në vullnetin tim, në ambicet time jam hala gjallëri 20 vjeçar. Në lëmën e 20 vjeçar, më bëu këtë. Pa ai sot ka po iria, është iri në konstrukt, po plak në mendje, plak në lëvizje apo i lodh apo thosh ky ka punë nuk 100 vjet u lodh apo. Ka njëri që subhanallahu, ndoshta mosh ka, tash mosh e dinë se përballon gjithë atë dinamik atë intensitet, mirë po shpirtin e ka të fortë. Shpirtin e ka të madh. Andaj ky përplas pengesat, ky kput lidhjet me lenë Allah xhallahu për shkak se ambicën e ka të fuqishme dhe qëllimin e ka të lartë. Andaj të sa më të lartë qëllimin, e qëllimi më i lartë është ku? Kënaqësia e Allahut azh. Sa më të çeltër e kemi këtë qëllim, sa më fuqishëm na tërë ky qëllim, aq më të dobët janë lidhet vallahi. Kur fal lidhjes ka mundësi më të nal, nëse qëllimi ke Allahun te barotalla. S'ka mundësi më të nal kurkush. Për shkak se udhëtimi tek Allahu xhallahu la kresi bëhet me çka? Me zamër apo. Dhe aktivizoj zamën, ajelet e fuqishme, ajelet e ambicioze. E nëse e dëmënon nefsi zamrën e lodh, për shkak se e përdor për atë që se ka kriju Allahu azza wa jall, e kur diçka përdoret për çka s'është kriju, lodhet shpejt dhe prishet shpejt. A çështo? Normal është Allah, normal është. Andaj gjithçka që Allahu s'e ka folur për ato, është që s'funksionon dhe prishet shpejt apo. Edhe nefsi e prish zamrën për shkak se kur e dominon e detyron me bëu për çka Allahu s'e ka krijuar. E për të Allahu s'e ka krijuar. Për dunjë s'e ka krijuar Allahu zamrën. E ka krijuar për kënaqësinë e Allahut dhe për ahiret. Nëse ngarkohet zamra me sebebe dunjase, me dunja lodhet, raskapitet, pastaj domon një pengesë që është edhe më e thjeshta, e gjynzon edhe e lën të palëvizshme drejt kërkimit të qëllimeve të mëdha edhe arritjes së synimeve që besimtari duhet me i pas gjithmonë parasysh në jetën e tij. Sa qoftë, domosdoshmë kjo është një meditim i përmbledhur me këto 3 çështje më shumë të rëndësishme që kanë nevojë shumë për meditim, por kanë edhe për shumë, domethënë, studim dhe analizë të jetës tonë të përditshme, që shikojmë çfarë zakone realisht janë bërë pjesë e jetës që po na pengojnë lidhjet tona, barierat, pengesat dhe ku është synimi jon, ku është qëllimi jon, jo teorikisht me fol, po zemra ku të kthyer, jo goja që u thonë apo, po zemra ku e ka synimin e sa më të çeltër dhe më fuqishëm që është e lidhur zemra me Allahun xhallahu ala, sikur thash, këto pengesa shkojnë duke u dobësu dhe duke mos qenë fare problem për të kalimin e tyre për çdo besimtar dhe besimtare. Allahu na i pajist zemrat tona dhe na furnizon me ambicie të larta për qëllime madhore, që synimi në jetën tonë të jetë gjithmonë avancimi dhe haprimi çdo hap drejt Allahut te barekuhu teala, e Allahu na ruaj nga këto pengesa që na lidhin, e na kufizojnë, e na ngulfat në jetën, edhe nuk na lejon që zhvillohemi e të përparojmë e të ecim drejt Allahut te barekuhu teala. Allah shpërblet për mendjen me kaq për këtë pjesë. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.